Kam një pyetje shumë interesante për ju. Sa është mundësia që ti të bësh $1 milion këtë vit? Me jep shifra. Të gjithë thonë 0%, 0%, 1%, mund të shkoj maksimumi deri 5%. Dakord, po të jap shembullin më ekstrem, por dua të shoh çfarë do ndodh. Cila është përqindja që ti të bësh $1 milion këtë vit, ligjërisht, dhe nëse nuk e bën, të gjithë ata që ti do vdesin. Dhe papritur, të gjithë thonë 100%, 1000%, 1000%. Po çfarë ndryshoi? Qëllimi nuk ndryshoi, afati nuk ndryshoi. Ajo që ndryshoi ishte pseja jote. A do zgjohesh në mëngjes nëse jeta e gjithë atyre që ti do varet prej teje dhe të mendoje ndoshta po shoh pak TikTokun ose po flej pak më shumë? Jo, do thoshe duhet të marr veprim menjëherë. Pra, nuk ka pse të jetë frika e humbjes së gjithçkaje. Por çfarë fshihet pas kësaj është pseja. Sepse nëse pseja jote është mjaftueshëm e fortë, nëse e di pse dëshiron të bësh diçka, si do realizosh, do ta gjesh patjetër. Nuk ka rëndësi, pengesa do ketë gjithmonë, do ketë momente pasigurie, por kur pseja është e fortë, thua, s'ka rëndësi çfarë del përpara. Unë do ja dal. Kështu që mos humb më kohë. Gjej psen dhe bëje 2026 vitin tënd.